Prisi I besimtarëve Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, ka thënë: ndërshlyerjet e mëkateve të mëdha janë ndihma e të dëshpëruarit dhe lehtësimi I atij që është I pikëlluar. I dëshpëruari dhe I pikëlluari është çdo njeri nevojtar, I trishtuar, I pafuqishëm, I sprovuar me varfëri, fatkeqësi ose me një nevojë të vështirë. Kush ja largon dëshpërimin një të pikëlluari dhe kush ja lehtëson gjendjen një të trishtuari, Allahu I madhruar ja shlyen atij mëkatet e mëdha. Ky është shpërblimi në këtë botë, ndërsa shpërblimi në botën tjetër, sipas Imam Aliut, është kush I jep strehim atij që kërkon mbrojtje, Allahu I lartësuar do ta mbrojë prej dënimit të tij